Nga cilë profesor je ndikuar pak a shumë që të hecesh në rrugën e biologut edhe pasaj më vonë edhe të njeriu ekspert mjedis? Në fakt, gjithçka që ndodhte në atë habitat një shkolle të lartë, siç ishte Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës, ishte i pari dhe s'kishte marrë edhe Universiteti i Tiranës. Dhe kam pas aq shumë impresione nga puna, sepse e komunikimi jonë me pedagogë, megjithëse ishim shumë studentë, ishim 300 studentë dhe në vit funit kemi dalë tek 60-70. Ishte një konkurrencë shumë e fuqishme dhe ajo që kemi marrë nga pedagogët është krejt e paharrueshme dhe unë kam pas lidhje të veçanta edhe nga një aftësi e imja që m'jepet shumë vizatimi, artet figurative, i ndiqsha dhe në bibliotekë, lexoja shumë libra artit dhe vendosësh edhe ajo më dha shumë ndihmë në gjithë praktikën time mësimore në auditore, ashtu edhe në terren. Por isha unë ai që vizatoja, që punonja me pedagogët në laboratore, që baja vizatime, si të skemave industriale në kimi, por ma shumë të atyre të biologjisë, dhe kem pat ndihmu shumë në përsaktimin në mënyrë të veçantë, si të florës, të faunës, për arsye se kishin gjithë ato orë që ne i dedikoheshin njohjes së shëmbëlshmërisë biologjike.